Kam dy pyetje në të njëjtin kontekst. Në fakt, spari, me qënë se na keni fryrë kokën gjithë të ditë edhe sot që ftesa që nga personale në emër të X-it apo Y-it, pse po na e kalonin parlament? Ftesa kur është personali i përgjigjet personi që duhet ishte sot në Davos duke firmosur si tjerët. Dhe e dyta, me qënë se e keni sjellë në parlament dhe do votohet, e keni sjellë me emër. Përfaqësuesi është filani. Po sigur ky filani të thyej qafën në gjithë kuptimin e fjalës, parsor të fjalës, e theu qafën filani. Kush do ta përfaqësoj? Zoti Paloka, ju lutem kontrolloni fjalorin. Ço të kontrolloj? Ore bie thyen qafën tjetri. Çka ka për të kontrollu këtu? Ku është gjëja për të kontrolluar? Bie del aty, shkel një bajgë dhe thyen qafën. Konkludoni. Çfarë ndodh me këtë marrëveshje? Jemi më në pjesë e këtij bordi apo jo? Këto janë pyetjet. Zoti Bardhi, pyetje. Më pas zoti Gjekmarka dhe zoti Kapri. Faleminderit, zoti... Më falni, zoti Shehaj. Faleminderit, zoti kryetar. Siç tregojnë edhe dokumentat që janë vënë në dispozicion deputetëve të Kuvendit të Shqipërisë, në përputhje me kushtetutën dhe ligjin për marrëveshjet ndërkombëtare, me vendimin numër 45 datë 21/1/2026 të Këshillit të Ministrave është bërë miratimi në parim i kësaj marrëveshje. Menjëherë, përmes autorizimit numër 224 fraksion 1, datë 21/1/2026, ashtu siç ne shpjeguam në hyrje të kësaj seance, Presidenti i Republikës, që është i vetmi autoritet që nënshkrua marrëveshje sipas kushtetutës në emër të Republikës Shqipërisë, ka autorizuar Kryeministrin e Republikës që të nënshkruaj marrëveshjen në fjalë të miratuar në parim me vendim të Këshillit Ministrave. Dhe pyetja ime konsiston, a e ka nënshkruar marrëveshjen kryeministri, sepse Kuvendi hyn në procedurë miratimi pasi kryeministri të ketë nënshkruar këtë marrëveshje. Në dokumentacionin që ju na keni sjell në Kuvendin e Shqipërisë, nuk rezulton që kryeministri ta ketë nënshkruar marrëveshjen. Marrëveshjen e ka nënshkruar Vjosa Osmani, presidentja e Republikës Kosovës, sot në Davos me presidentin Trump, dhe e ka nënshkruar edhe vendet themeluese, sot në Davos, në prezencë të presidentit Trump. A mund ta dim pse kryeministri i Republikës Shqipërisë është sot këtu dhe nuk është në Davos për të nënshkruar marrëveshjen me presidentin Trump? Që më pas të mundësi Kuvendit të Shqipërisë që të ratifikonte marrëveshjen e nënshkruar. Dhe ku bazohet procedura që po ndjek ky kuvend? Tani ne e kuptojmë që shkonte do ta nënshkronte, se kanë pranuar, por ku bazohet procedura që po ndjekim? Procedura sot që po ndjekim në kushtetut dhe në ligj. Dhe pse Kosova është sot në Davos me iniciuesin e bordit të paqes, pra presidenti Osmani është atje, ndërsa lideri juaj famozi global Edi Rama është sot këtu me Taulantin, me Belindët dhe me shokët e tyre. Mungon vetëm Ergys Agasi. Faleminderit, fjalën e ka zoti, ju lutem. Fjalën zoti Shehaj. Pyetje. Faleminderit, zoti kryetar. Tani, zoti kryetar, kjo vlen edhe për qeverinë qartësisht. Kjo urgjenca e madhe për një çështje për cilën jemi të gjithë dakord. Nuk besoj se 90% e parlamentit do votoj këtë marrëveshje, këtë projekt ligj. Dhe ajo që nuk kuptohet është pse po përdoret kjo marrëveshje, kjo ftesë gjoja për Edi Ramën, por në fakt është ftesë për Shqipërinë të marrë pjesë në këtë organizatë ndërkombëtare. Po përdoret kjo për t'i shpëtuar drejtësisë, po përdoret kjo
për të shantazhuar dhe për të ndikuar vendimin historik të gjykatës kushtetuese sot, e cila duhet të vendosë që nëse një pushtetar, zëvendës kryeministri, kryeministri apo çdo ministër, nëse kapet duke vjedhur, nëse dyshohet se apo abuzon me fondet e shqiptarëve, duhet të pezullohet nga detyra. Ky është një moment historik për Shqipërinë. Mos vallë kjo po përdoret pikërisht për t'i shpëtuar drejtësisë. Kjo është pyetja. Faleminderit. Faleminderit. Zoti Kapri, zoti Mediu. Me radhë, zoti Berisha. Faleminderit, zoti kryetar. Duke përfituar dhe nga rasti që kemi kryeministrin në sallë, edhe që po detyrohemi si asnjëherë më parë në këtë parlament që të miratojmë një projekt ligj duke pasur emrin nominal të kryeministrit për të përfaqësuar vendin, pavarësisht se kemi një kushtetutë që e rregullon të gjithë aspektin e politikës së jashtme. Por do të dija mendimin e kryeministrit nëse ai është krenar sot që Kosova dhe presidenti Osmani ndodhet në nënshkrimin e Bordit të Paqes. Dhe me këtë do të dija pse zoti kryeministër nuk ndodhet në Davos, pasi ka qenë ndër shtetarët e parë botëror që ka publikuar ftesën dhe në mënyrë të hapur ka gënjur shqiptarët duke thënë që ka një ftesë personale kur ishte një ftesë për dhjetra krerë shtetes. Duke na thënë që do jemi edhe një vend themelues. Kështu që të gjithë prisin të ishin në Davos, madje dhe nga përfaqësuesit tuaj politik në të sallë, konkretisht zoti Balla, është thënë që Shqipëria është vendi i vetëm në Ballkanin Perëndimor që ka marrë këtë ftesë. Tani nuk ka pikë diskutimi që ky është një moment historik për Shqipërinë, ku Shtetet e Bashkuara të Amerikës ne na kërkojnë që të jemi antar të kësaj organizate dhe e mirëpresim. I detyrohemi shumë Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Por ka dhe një çështje tjetër, zoti kryeministër, e cila meriton një vëmendje. Arsyeja është që sot presidenti Trump tha nga Davos që mes disa liderave që unë kam ftuar, tha ai, ka disa që unë nuk i duroj dot. Tani pyetja ime është kjo: na detyroni të votojmë këtu juve nominalisht, ta përfaqësoni ju nominalisht Shqipërinë. Nëse presidenti Trump thotë që unë nuk kërkoj kryeministrin të vi në mbledhjet e organizatës, si do ja bëjmë, zoti kryeministër? Faleminderit. Zoti Mediu dhe zoti Berisha. Pyetje. Zoti kryetar, ka një politik Shqipëria padyshim që është në kuadër të NATO-s për të Bashkimit Evropian. Dhe disa vende të Bashkimit Evropian dhe jashtë Bashkimit Evropian, në mënyrë të veçantë Britania e Madhe sot ka shprehur një shqetësim për një analizë më të thellë në raport me Bordin e Paqes për faktin sepse kjo ftesë është adresuar dhe presidentit të Rusisë Putin, dhe duke parë që ajo çka do të zhvillohet në Gaza mund të krijojë një president më të gjerë, dhe brenda këtij konteksti a ka ndonjë analizë nga qeveria apo ku diun nëse ka një Këshill Sigurisë Kombëtare më Shqipëria se duket që se ka, pikërisht me element të mundshëm të cilët do të thonë në një mënyrë apo në një tjetër mund të efektojnë interesa jo vetëm shqiptarëve në Shqipëri, por edhe interesat shqiptarëve në rajon. E them këtë sepse mund të bëhemi antarë të këtij bordi paqe, por pesha dhe relevanca jonë pastaj është krejt irrelative në raport me vendimarrjet. Duke qenë dakord 100% që ne të jemi në bordin e paqes, mendoj që do ishte e vlefshme dhe një analizë në këtë këndvështrim për efektet që mund të ketë ky bord paqe, do të thonë për çështje akoma pending dhe në mënyrë të veçantë flas për raportet që ka Kosova. Po, një përgjigje nga kryeministri, po, patjetër. Jo, me që po përsëri dhe një pyetje edhe që mos shqetësoheni sepse kuptoj që jeni shumë shqetësuar pse unë nuk jam atje, se mezi prisnin që unë të më shikonit atje. Në fakt unë duhet bëja një zgjedhje midis ti përgjigjesha ftesës së babait apo të mikprisja vajzën këtu në Shqipëri. Edhe zgjodha vajzën. Dhe natyrisht që vajzën e zgjodha me lejen e babait. E dyta, duke qenë se zoti Mediu është ura që lidh Amerikën me rrugën e shpresës, unë prisja nga zoti Mediu në fakt që
të hidhte poshtë pretendimin e Britanisë dhe të mbante anën e Amerikës, po s'ka problem se nuk shohim ne asnjë arsye për të parë divergjenca të tilla, kështu që zoti Mediu rrini i qetë, analizat i kanë bërë ata që na kanë ftuar dhe ne nuk na ardh akoma koha të analizojmë ata që na ftojnë. Po, zoti Mediu, 2 minuta. E para, Replik. në qoftë se ke vesh të dëgjosh tash që jam absolutisht dakord që Shqipëria në partneritetin që ka me Shtetet Bashkuara duhet të jetë pjesë e Bordit të Paqes. E dyta, besoj që është shumë e rëndësishme në iniciativa të tilla të dimë se ku jemi dhe për çfarë jemi. Në qoftë se marrim për granted se dikush na ka ofruar diçka dhe nuk bëjmë analizën tonën, kjo nuk tregon ndonjë mençuri, biles tregon të kundërtën e kësaj. Edhe besoj që do të ishte shumë e vlefshme, i nderuar zoti Rama, që kur flasim për gjëra të tilla, të ketë një diskutim pak më të gjerë dhe më substancial, sepse çështjet e sigurisë nuk janë çështjet tuaja personale. Janë çështje që janë të interesit të vendit dhe më tej se kaq të interesit ton kombëtar. Ky është shqetësimi im, mund të jetë tërësisht irelevant, por thasha ka një analizë në raport me këtë çështje, në qoftë se të tjerët i kanë bërë analizat, i kanë bërë në këndvështrimin e tyre. Ne si shqiptarë na takon që t'i bëjmë këndvështrimin ton. Dhe besoj kjo është normale për një kuvend që ta shoh dhe në këtë këndvështrim dhe nuk shikoj asnjë gjë të tepërt në atë që unë thash. Për sa i përket pasaj lidhjes me rrugën e shpresës e tjerë, e kam pasur dhe kam kënaqësi që të bëj çdo gjë që është e mirë dhe mundshme për vendin tim në çdo raport ndërkombëtar apo edhe politik brenda dhe jashtë vendit. Zoti Berisha, pyetje.